Hajde, urime. Sot është një ditë e mirë për Prishtinën, në cilën vendosim gjithë për të ardhmen e saj për 4 vite të radhës. Kështu që spori dëshiroj të falenderoj qytetarët, të cilët më kanë prit jashtëzakonisht mirë kudo që kam shku, dhe shpresoj që të shkoj edhe sot ditë e mirë. Ka qenë një fushatë e jashtëzakonshme për gjithë ne, e falenderoj gjithë vullnetarët e gjithë ata që kanë kontribu që kjo fushatë e jonja të shkojë në mënyrë më të mirë si që kemi pa. Shpresoj që Prishtina ta shfrytëzoj mundësinë e vet për ndryshim, mënyrën që Prishtina të jetë një qytet që dojmë me pa zhvillum. Kështu që ftoj të gjithë qytetarët që dalin gjithë pa dallim të votojnë, ta shfrytëzojnë këtë mundësi të madhe që e kemi për me i dhonë Prishtinës atë që e meriton si një kryeqytet që ka nevojë të jetë simbol për gjithë ne. Kështu që edhe një herë i falenderoj gjithë për mirëpritjen që më kanë dhënë në çdo lagje, në çdo fshat, dhe jam jashtëzakonisht i lumtur që e kam bu garën e Prishtinës për herë dytë, edhe që në këtë qytet kam gjetë shumë mirësie, shumë optimizëm, edhe ashtu ka qenë edhe fushata jonë. Kështu që faleminderit shumë edhe një herë të gjithëve.